politika flet dhe me simbole. Ju mblidheni çdo të hënë para kryeministrisë dhe Ramën e vishni me kostumin e Maduros dhe i vini edhe ato. Çfarë do të thotë kjo? Simbolika është, kjo do e rëmbejt Trumpi si rëmbeu Maduro. Simbolika e ke interpretuar gabim të lutem. Pse? Tashi ne dim një gjë. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në një vend antar të NATO-s, askush mos pres që të ndodhin ajo që. Por ne e kemi veshur ashtu me një qëllim, ka një simbolik tjetër ajo. Që Maduro ndërtoi narkoshtet dhe rëmbyen. Jo, Edi Rama ose Rama Duro ndërtoi narkoshtet në mes të Europës. Shkelja e syrit që nën kuptoni për njerëzit. Jo. Dhe eqin qafë Amerikanët. Jo, zotri, jo. Ka drejt tela. Jo, asë kemi thënë, unë po e them, tashti unë po e them ti thu. A ti marë fotografi? A përfaqëson ti për dënë dhe tela, a unë? Unë po e them me gojnë ti me trosh. Jemi shumë largë. Ate ju lutem. Unë qëndrimin e PD-s e përfaqësojmë ne, jo ju. Ju tashi flisin emër PD-s dhe unë duhet flas në emër dikujt tjetër. Jo. Po, ama ne dim ti interpretojmë sinjalet që të shonë PD-ja. Unë nuk e nevojë të interpretojmë, se unë po ta them troq. Dakor. Rama Duro në Shqipëri ka ngritur të njëjtin shtet kleptokrat si Maduro, të njëjtin narkoshtet si Maduro. Në shkruajnë që Flamuri thotë e ka spionuar në media, po në fakt e ke thënë ti këtë që tani e ka radhën në Rama. Pas Rama Duro se ke thënë ti. Po e kemi nëzire ta shikoj Flamuri, se mos e ka haruar. Pas Maduros, do të rëzojmë Rama Duro e rëzojmë ne. Jo të rëzojmë të ujtë. Harroje kur, harroje. Fabulon. Harroje. E gjitha është spinuar nga mediat e pushtetit dhe analistët e pushtetit për të... Shiko, Dionit. Nuk ka mundësi që mediat e pushtetit të artikulojnë që Trumpi do i bëj dhuratë opozitës rëzimin e... Mediat dhe analistë pushtetit që nëzorën një banalist apo banaliste, e nëzorën për të thonë që me Izet, kur do vite Ivanka, do shkoja ti me avokat, prit, ta themundit. Se duhet frush një detaj banal. Ta themund. Pra, qëfar, Batoni e di mirë shumë këtë, po jo së qare dhe ju, që besoj dhe ju do të dini, po ja kujtoj. Ka patur një strategjist për PR-in Edi Rama, që quaj Alister Campbell. Qëfar bënde? Mjeshtër i dizinformimit. Spinon të kështu, me disa, që shiko se do të ndodhë kjo, dhe kur vita fati që dhe, për t'ja këthyrë kunder atyre që rritë për shpërin qytetarë. Prit. Tani kjo gjë, prit, kjo. Kjo pjesa të është. Prit. Të lutem. Zotri. Po sepse e thash unë dhe pasaj duket sikur unë kam spinuar një gjë kundra partisë. Jo, pra jo. Kjo fabula që dhurata pritet vi nga jashtë. Jo. Është spinuar nga njerëz të PD-s. Kur? Dashi po të mund, Sali Berisha, ti sapo e the apo drejtues të partisë kur? Sapo e the që Edi Rama është i ftohur, është ndërkombëtar, nuk e duan, është i ngrirë. Pa diskutim. Po mirë pra, po çfarë do të thonë kjo? Do të thotë që më në fund, pas kaq kohësh, pyetjet e Edi Ramës që shkon atje, ai kalon atje, nuk po ato që kemi thënë ne i sot po i thonë edhe ndërkombëtarët, që këtu ka narkoshtet, që këtu ka kleptokraci dhe kjo është qeveri kleptokrate, më falë. Kjo është, ta marrë. Pra edhe ka një ftohje, unë e them prapë, ka një izolim. Po ta them prapë këtë. Tani, por, absolutisht, gjdo dit, gjithkund, në media, në takime me qytetarët, jemi thonë, është radha jonë, është radha qytetarëve, është radha shqiptarëve. Ky është Rama Duro, sepse ky është një lloj si Maduro, po është radha e shqiptarëve. Këto janë dhe këtëve mos u mundoni të spinoni të paqëna, gjërat pa thëna dhe të paqëna nga në gojën tonë. Kjo ka qenë dhe kjo do t'jetë. Dhe po ju them unë, kjo rrugë është rruga e vetme. Më thoni ju... Kjo ka qenë në rrugët e në 2019. Ja, për këtë e kisha. Ta veshësh Ramën si Maduron e kapur nga forca e Deas. Do me thënë që ky
Jo, po është Rama këtu. Ky do ketë të njëjtin fat nga Trumpi, si që pati dhe Maduro. Ky është mesazhi që lëshohet njerëzve. Tani, Andi, me keqardhje do ju them. A e ndoqët, me keqardhje do të them, a e ndoqët pas arrestimit pas rrëmbimit të Maduros, Sali Berisha, po të ky vend, ka thënë, atje e rrëmbeu presidenti Trump me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu do të rrëmbejnë dhe të forca shqiptare, e popullit. Pra kaq është thënë trosh dhe qartë, dhe po them unë, ajo është simbolik për treguar që ky do ikë dhe do përfundoj burg. Po do ikë nga Amerikanët. Jo, ja ku e këtë shi. Një ushkur në duar, ama në qonë fort atë. E tira Maduro, ama në qonë për para. Ato e morën me helikopter. Me ushkur në duar vetë. Krasimi, Krasimi, po. A i iku, po dhe këtë do ikë. Se hoqi populli atje. A i iku dhe këtë do ikë. Po pra, po nuk e hoqi populli atje. Jo pra ti. Dhe ati opozita i fitoj zgjedhjet. Leri këto. A i iku, këtë do ikë. A i iku, këtë do ikë. A i iku, këtë do ikë. Shiko. Ati në Venezuel, opozita i fitoj zgjedhjet, Flamur. Dhe ja vodhi këtë. Si a quajti, këtë personi. Po pra. Edhe këtu, u vodhën zgjedhjet dhe nuk u la. I njësoj, e njëta gjë. E njëta gjë. Edhe këtu, e njëta gjë. Po, atë e morën, më. E morën dhe... Po, sepse nuk është vënd... O, ti zotria, jeni metro t'i apo jo? Ti thua, vika dikush në vënd antar të NATO-s të ndryka kështu, jeni metro? Jo, pra. O, zotri, do t'a bëj shqiptarët e kemi thënë dhe ne, leri këto, mos u mundoni tani. Po, në qofë se thua... Qa është kjo? Kacavjeri për të mbrojt Edi Ramën. Qofë se thua që ky regjimi është kacavjeri për të mbrojt Edi Ramën. E gjitha kjo që përbëni, është kacavjerje për të mbrojt Edi Ramën. Kalove dhe këta dy? Po, Edi Rama dorëzohet nga qytetarë shqiptarë dhe nga askush tjetër. Mos mërë debatit. Nga vota dorëzohet. Nga vota. Jo, me vot nuk rëzohet asë një regjim. Regjimet rëzohen me revolt, po jo me vot. Si jo me vot? Nuk ka regjim që rëzohet me vot. Me vot, thot dhe kryetari i partisë. Jo, pushtet do vi me vot, po jo rëzoj me vot. Po me vot rëzoj. Jo, ke gabim. Rëzim që në pushtet. Jo, të shikoni këtu. Pritni. Po, kjo është e vërtetë. Pritni. Nuk rëzohet me vot, po ne nuk vim kur në pushtet pa vot. Vetëm me vot. Pra, do rëzohet dhe do t'i hapet rrugë një zgjidhje politike. Vetëm shumë protest popullore. Gjitha format e protestës. Të gjitha format e protestës. Ja të pyes me gje këtu. Si ajo që keni parë, po. Tani, me gjithë pushtetin që ka akumuluar Edi Rama, pa diskutim, e vetëmja mënyrë për të përmbysur do të ishte një bashkimi madh i forcave opozitare. Por ata nuk bashkohen me ju. Partitë e reja, për shembull, nuk bashkohen, nuk vjen turp të quhet sikur janë me ju, sepse bëhen piston, po të themi që jemi me PD-n. Ju si shihni këtë gjë? Tani, si bëhet kësaj? Neve, ata nuk duan të na bëjnë pista dhe nuk afrohemi. Edhe Qori dhe ky Agroni dhe Lapaj. Këta që janë. Qori është një marksist, cilin ne se kemi ftuar asnjëherë në koalicion me ne.